Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Enes ibn Maliku, Allah qoftë i kënaqur me te. E transmeton Enesi këtë hadith si rrëfim në një kohë të hershme, duke qenë ai hala fëmijë. Thot kemi qenë në xhami dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na rrëfente, na mësonte për gjëra të ndryshme. Erdhi një beduin edhe ja boni një pyetje. I tha ja Rasulullah, meta saa? O i dërguari i Allahut, kur është kiameti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, e ti i gjore ti që po pyet për kiametin, çka ke përgatit për te? Madha a'dadta laha? Ai thot, ma a'dadtu laha kathira salatin wala kathira siyam, illa anni uhibbu Allaha wa rasula. Tha, s'kom përgatit shumë, s'kom shumë bagazh dhe veprave, s'kom përgatit shumë namaz e as shumë agjerim, përveç që menoj që dal komod për Allahut për shkak të dashurisë që kam për Allahun edhe pejgamberin. Pra, s'kom përgatit shumë namaz, as shumë agjerim, por e du Allahun edhe pejgamberin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, el mar'u ma'a man ahab, njeriu do të jetë me atë që e ka dashur. Që tu përfundon verzioni më i shkurtë i këtij hadithi në shënimet e Buhariut, Allah e mëshiroft. Ka versione tjera ku përshkruhet se ai njeriu kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke fol. Edhe ai ka ndërhyrë në mënyrë direkte, kështu pa parathanie, pa e prit me u përfundu fjala e pejgamberit alayhis salam, edhe i ka thonë kur është kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhdu sqarimet e veta, si ka kthy përgjigje. Sahabët kanë filluar me menu a ndëgjoj pejgamberi alayhis salam pyetjen a nuk e ndëgjoj. Disa kanë thonë e ndëgjoj, po i erdhë mërzi për sa pas po i kthem përgjigje. Tjerë kanë thonë jo, nuk e dëgjoj. Po Enesi thot prap, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi derisa e përfundoi atë çka ishte duke thonë. Masën i tha, ku me thaj që e parashtroi pyetjen për kiametin, ai u lajmëruai burrit, tha çka ku jam ja Rasulullah. Tha, e ti që po pyet për kiametin, çka ke bo gati për kiametin? Ai prap i përgjigjet, nuk kam bo gati ndonjë gjë të veçantë, as shumë namaz, as shumë agjerim, por Allahun edhe pejgamberin i du fort. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, njeriu do të jetë me atë që i ka dashur, me atë që e ka dashur ose me ata që i ka dashur. Sahabët e kuptuan se këtë përgjigje ja dha atij e shtun një pyetje, thanë ja Rasulullah, a vlen edhe për neve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, po edhe për juve vlen për të gjithë. Kjo përgjigje është e përgjithshme, nuk është e veçantë për filanin ose fistekun. Kushdo që ka dashni për dikon, në botën tjetër do të jetë me te. Enesi thot, nuk i jemi gëzu as gjaje sikur kësaj deklaratet pejgamberit alayhis salatu wassalam, el mar'u ma'a man ahab, njeriu do të jetë me atë që e ka dashur, se vallahi thot Enesi, edhe na e dum shumë Allahun edhe pejgamberin. Pastaj vazhdon rrëfimi, Enesi thot ishte aty një rrogtar ose një shërbëtor i Mughirës në moshën time, pra fëmijë të dytë, ose shumë të ri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thot duke bo me i gesht ka haj fëmija, thot që kë, nëse Allahu i jep ymër, thot nëse Allahu i jep ymër, që kë ka me emri kiametin e juve tonëve. Edhe që të përfundon prapë edhe ky verzion i hadithit, të cilin do ta sqarojmë shkurtimisht. E kemi thonë sa herë se sahabët kanë pas pyetje interesante. Me orë dikush edhe me na pyet neve kur është kiameti, mundet me tingëllu si pyetje pa vend. Kur e ka pyet Xhibrili pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
kur është kiameti, ose më informo për kiametin. Çka i ka thonë Gjibrilit? Gjibrilit i ka thonë, unë që po pyetëm, kur gjozdi ma shumë se ti që po pyet. Kur është kiameti? Do të thonë kohën e sakt, apo edhe të përafërt, të ndodhjes së kiametit, çashtu qysh s'po e din ti që po pyet, se di asun që ti po pret unë me të vonë përgjigje. Mirë po këti beduinit nuk i ka thonë kështu. Pse? Për arsye të thjeshtë se të sahabët ka qenë ngulitun që nuk dihet, përveç Allahut kërkush se din kur ka me ndodhë kiameti. Kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shfrytzuar rastin që pyetjen e cila mbase mund të tingëlloj si e pavend edhe e parend, me e shëndru në diçka e cila mundet me qenë e dobishme, andaj e ka kthy temën duke ja parashtruar një pyetje tjetër atij pyetësit, ti që po pyet për kiametin, me çka je bogati për kiamet? Nëse të them se ka me ndodh nesër, ose mas një jave, ose mas një muaj, ose mas një viti. Apo pyet për diçka, po, çka ke përgatit? Se funit besimi jonë në botën e përtejme, edhe në ndodhit e kiametit, do të me pas një efekt një jetën tonë. Ai efekt është njeriu me u bogati, për ndryshe s'kish pas kuptim, pse me besu? Nuk besojmë për tjetër gjë, përveç se për me e ditë sakt se do të ndodh, pra do të ndajemi nga kjo jetë, do të ringjallemi, do të dalim para Allahut fuqiplot, do të përballemi me rezultatet edhe me frytet e veprave tona, me të cilat do të jetojmë pastaj në ahiret. Kështu që nëse njeriu nuk përgatitet për ahiret, besimi i tij është i zbehtë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ja parashtron këtë pyetje për me e kthy bisedën në rrugën e duhur, në kanalin e duhur. Edhe ai burri që e ka parashtruar pyetjen, e tash po përballet me pyetjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ai e ka dhënë një përgjigje interesante. Për arsye se ka thonë, vallahi ja Rasulullah, s'kam shumë bagazh të veprave. S'kam shumë namaz, shumë agjërim, mirë po Allahun edhe pejgamberin i du fort. Edhe këtu unë menoj që ai njeri nuk është se, për shembull, si ka fal 5 vaktet, ose s'është se ka agjëru Ramazanin. Për arsye se, sikur se e dim, në bisedat këtilla, tema e farzeve dhe obligimeve të sahabët su konë temë. Do të thonë, farzet i në konë kapitulli mbyllon, 5 vaktet si në diskutu, edhe ai sigurisht i ka pas edhe 5 vaktet, i ka pas edhe agjërimin e Ramazanit. Mirë po, kur i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'kam përgatit shumë namaz dhe shumë agjërim, ose nuk ka qenë shumë prej atyne që kanë falë shumë nafile, ose namaz nate, e kështu me radhë, nuk ka qenë prej atyne që ka agjëru të hane tajte, ose ditë të bardhat, se cilit muaj, ose kështu me radhë, ose ka qenë prej atyne që edhe nëse i ka bo këto punë, me gjithate e ka nënvlerësu punën e vetë, në kuptimin që s'kam me çka mu livduja Rasulullah, po nëse duhet me gjetë diçka te unë, me cilën unë duhet me u livdu edhe me u krenu, atëherë ajo është dashuria që kam për Allahun, edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ja çet vulën e kësaj bisede me një fjalë të mrekullueshme, shumë të këndshme, shumë të mirë, shumë përgëdhelëse për secilin, e ajo është njeriu do të jetë me atë që e don. E nëse thot jemi gëzu shumë për këtë fjalë, një verzion thot nuk ju kemi gëzu kur gjaje pas islamit, pas kalimit tonë islam, ma shumë se kësaj deklarate të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Komentatorët e hadithit e përmenin mes tjerash pse ky burri e ka përmend, e ka veçu vetëm këtë, e du Allahun edhe pejgamberin. Pse s'ka përmend edhe ndonjë gjë tjetër? Jam i përzemërt, jam i sinqert, si ja du të keqen kërkujt, e kam zemrën e mirë, e kësi gjona që megjithatë njerëzit me çto munohen me arrit diçka, me ato me gjendjen e zemrës, me të mbrëmshme, që është reale. Thojnë se krejt ato mirësit e zemrës, edhe ato shpirtërore i përmbledh dashuria ndaj Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe sipas gjitha gjasave, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vullos këtë bisedë duke e konfirmuar se nëse e don Allahun edhe pejgamberin, atëherë njeriu sigurisht që do të jetë edhe veprues edhe aktiv,
po sigurisht do ta siguroj edhe shpëtimin edhe lumturinë në botën e përtejme, duke qenë me Allahun edhe me pejgamberin. Duke qenë me Allahun, do më thonë në raport mirë me Allahun. Duke qenë me pejgamberin, do më thotë duke qenë në shoqëri me te në xhennetet e Allahut fuqiplot. Edhe ajo pjesa e fundit që e përmenda, që ka thonë Enesi ishte një djalë i moshës time, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha nëse çti Allah i jep ymër ka me e prit ky kiametin e juve tonëve, nuk bëhet fjalë për kiametin e përgjithshëm, po bëhet fjalë për vdekjen e sahabeve, që realisht edhe vdekja është një lloj kiameti. Për arsye se e përbashkëta mes vdekjes edhe kiametit është se njeriu deri në vdekje ose deri në kiamet, cilën do që të pret, mundet me vepru, po pas saj nuk mundet me vepru atëherë kur të ndodhin vdekja që i thonë kiameti i vogël, ose kur të ndodh kiameti i madh, atëherë njerëzit më vesh do të përballen me frytet edhe me rezultatet e asaj që kanë vepru. Allahu i madhruar na begatoft me dashni për te edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dashni të vërtet për zemër të sinqert, e cilat do të prodhoj vepra, qëndrime, fjalë, mirësjellje e të ngjashme. Allah i shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.